dhe jo vetëm për aktivitetin që kryen institucioni jonë, por edhe për formën dhe menaxhimin e punës që bëhet në poliklinikën e specialiteteve në Fier. Duhet të sqaroj, e kam fjalën më shumë për të sqaruar opinionin publik se ndoshta ne duhet marrim iniciativën që i shërben dhe kësaj dalje sonde për të sqaruar opinionin publik rreth vendimeve dhe urdhrave të Ministrit të Shëndetësisë të datave 10/10/2009 dhe 20/10/2009 për mbarvajtjen dhe thellimin e reformës në sistemin tonë shëndetësor. Është e vërtetë që ky reformim i sistemit tonë shëndetësor ka disa vite që ka filluar, por me hapat e fundit dhe me iniciativat e fundit të Ministrisë së Shëndetësisë, ne po kalojmë një etapë të re në atë të aplikimit direkt të formave dhe të insinuatave për këtë reformë të prekur me dorë nga publiku dhe nga personeli shëndetësor. E gjitha kjo mendoj i shërben rritjes së nivelit të bashkëpunimit të qytetarëve me institucionin tonë shëndetësor. E thënë në praktik, i smuri pasi ka kaluar tek mjeku i familjes, që është i siguruar dhe ka marrë rekomandimin për një vizitë më kualitative, siç është ajo e kontaktit dhe e marrjes së shërbimit më të kualifikuar nga specialistët e ndryshëm në sistemin tonë të poliklinikës, është që qytetarët kuptojnë akoma më mirë nevojën që duhet të paraqitet fillimisht tek mjeku i familjes